Rregull, nuk i dha drejtim çështjes. Edhe jurisprudencë silent is consent. Rregull. Dhe praktikisht ajo 4-4 është heshtje dhe heshtja sot e pezulloi zëvendës kryeministrit. Pra, vendimi është aty. Mos thuaj s'ka vendim. Vendimi është që nuk ka dilemë kushtetuese në kuptimin sipas tyre që nuk duhet aprovimi i kuvendit për masën e pezullimit. Kjo çështje u mbyll. Ata thanë, s'kemi vendim, silent is consent, vazhdon. Tash topi i shkon kuvendit. Kuvendi e ka kriju kodin e procedurës penale, nuk është as kodi penal. Kodi i procedurës penale, një nen atje, kuvendi e ka të drejten me shtu, me hek, me bo çka të don. Se bën. Po e bën. Po e bën. Edhe ka me bo. Edhe ka me bo edhe mirë bo. Unë mendoj që s'do ta bëj. Po se lën. Jo, ka me bo. Os të ka pyet Edi Rama kanë për atë punë hiç. Jemi në studio dhe flasim. Inshallah e bën këtë që thua ti. Ke drejti. Ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë. Edhe tash. Inshallah e bën këtë që thua ti. Është e vërtet që diskursi nga Brukseli ka qenë i ashpër, sepse Partia Demokratike, Zoja Zyrida Tabaku e disa tjerë që janë aktivistë shumë të fuqishëm, ja i që kapelen, ka ndërtuar rast më të mirë. Mos i jep se do i marrin seriozisht. Do i marrin seriozisht, të lutem, ta themi kështu. Ta kemi të qartë. Edhe Shalti po buzëqesh tash. Ka ndërtu, që tash me vetë fakti që e ktheni në rini tregoni që po e kthemi në rini, po jep shumë, po themi kjo për zonja edhe shumë të tjerë kanë bo shumë aktivizëm politik, kanë arrit me shit versionin e vetë të ngjarjes. Brukseli, bazu, unë kam punu 30 vjet në institucione ndërkombëtare. E ka gënjur Jorida po thua Brukselin. Që s'ka lidhje për Jorida, ai drejtë i bie. Po pra e kanë gënjur këta. Ja kanë mbushur mendin këta, BE-s. Ka ndërtu narracionin e vetë. Ndërkombëtarët, unë kam punu 30 vjet me ndërkombëtarë. Patjetër, janë shumë të ndjeshëm ato me dekretat e Joridës. Janë madhëziseni. Edhe au çau bo, kanë reagu. Dhe janë emocionuar ata. Edhe tash të qartë është. Në këtë situatë Edi Rama e ka humbur betejën e parë. Kjo është fakt. Edhe ai u detyru me rikalibru politikën e tij. Bëri 2 hapa mrapa, edhe e rikalibroi politikën. Sa që besoj rikalibroi korrupsionin. Tash e tutje, unë kam shumë dyshime se ky narracion i opozitës shqiptare këtu do shitet më në Bruksel. Ka që pa. E pra. Një shitje e pata. Ka që ishte. Jemi këtu e flasim. Jemi këtu e flasim. Se pasioni i Albatrosit më tha diçka me drejtë shparë që çdo tin kukës. A je nga Kukësit? A je nga Kukësit ti? Po, çdo tin. Do t'isha unë atje, jo ti. Dakor. Eksaktëmon. Ajo është demokraci. Ajo është demokraci. Tani, është shumë interesante. Isha një ditë në tropoj. Evi ki kujdes atë në aksyre di Roma. Një dytë, pse thoni këtë? Po atë në aksyre di Roma. Pse, tani, më dëgjoj me mendje. Se thonë që i shikon të gjitha. Isha një ditë. Nuk i ndjek me drejtën. Ka thënë, kështu që pa merak. Isha një ditë në Tropoj, një ditë në Has, një ditë në Kukës. Tani, a e keni den që ne po dëgjoj me vëmendje tash. Mirë që është bërë mirë rruga e Kukësit, zoti Shalsi, se po t'ishte si ka pas sala ata. Edi Rama ka thënë po, ishte përbatut. Më të mirat Sali Beishës është. Të lutem ta përfundoj zoti Shalsi se nisi me pasion. Ma le ta them. Është shumë interesante që ne flasim këtu jo Belinda, ju betohem. 3 ditë. Ta është një ditë në Tropoj, një ditë Has, një ditë në Kukës, nga Mjese deri në Darkë. E dini që s'më ka pyet njëri për këtë çështje? Ç'a po ndodh me këtë? Kanë hallte dy vetëm. Dhe e dini pse? Dhe ajo është gjëja që duhet mu dhe heqë mundet cilin do deputet. Po për çfarë ju pyetëm zoti Shalsi dhe çfarë ju kërkuat? Po ja për shembull, po ta them konkretisht. Po. Pse përfitojnë vetëm 180 fermer nga skemat e bujqësisë në Tropoj? Për shembull, rezervuari i Qarit në Has, apo rruga e degraduar që të çon në Zogaj. Ju çfarë përgjigje? Apo. A pse ka rrugë të degraduar në Zogaj? Po patjetër, më ishte në gjendje. Për këtë po flasim, bre. Rrugët. Si? Sepse qygur ka nisur ekspert çështja e Belindës. Vendos temën. Dëgjoj. Dhe deri kanë rënë edhe rrugë të tjera.